Edi Rama zhvilloi sot një takim me Asamblet Socialiste të Kavajës dhe Vorës, duke theksuar rëndësinë e veçantë të zgjedhjeve të 11 majit për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij, Rama tha se për herë të parë Shqipëria ka një mundësi reale për të bërë pjesë e BE-s. Sot e kemi në tavolinë kalendarin e miratuar bashkarisht dhe të dakordsuar prej tyre. Na kanë thënë mbyllin i negociatat në 2007, pra do të thotë bëni gjithë të shtëpisë dhe ne do ju marrim brenda. Kreu i qeverisë shtoi se është e rëndësishme të votohet për PS që puna për integrimin e Shqipërisë të mos ndërpritet. Mjafton një rrëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty. Sepse ne kemi qenë gati për të hapë negociatat më para, po si ishin ata gati. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlësia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti. Rama tha se më 11 maj, PS duhet arrijë një rezultat edhe më të thellë se ai 2021-shit me 74 mandate. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një nocë rock madhështore. Të me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Që atyre t'ju çojmë nocë rockun, po një nocë rock aq madhështor, sa ton çfarë i bëm vetes që zgjum nocë rock. Në përfundim, kreu i PS-s i bëri thirrje strukturave të partisë të mobilizohen maksimalisht për të siguruar çdo vot më 11 maj, duke i quajtur këtë një test të rëndësishëm për të ardhmen e vendit.